Këta e kam, këta po të qirat. Edhe flet me shumë kështu. Shiko se ai nuk do t'i marri, se nuk mund t'i marri ai, ha. U të qifsha harop mund pithore, po s'po t'i merë ty o të qifsha motrën. Po ja japim ne vetë. O të qifsha harop mund pith, o gazetar o pëshirë. Qa pidhin e motrës dorë të qifsha harop? Ore, nuk keni ju për të marrë me çështjen Shqipëri o të qifsha harop po vete dhe në Londër? Pse nuk del tjore për këta kryetarët e bashkive dhe për këta deputetet e për këta ministrat o të qifsha harop mund pith? Pse nuk dini ju të flisni edhe të nxjerrni këta që bëjnë korrupsion në Shqipëri o qifsha motrën? Pse nuk dini ju ka 30 vite që vidhet Shqipëria dhe ju dilni aty dhe ha. Nuk do marri 20.000 pound o qifsha motrën mund në pith. Pse aty u ngeli ju vere gazetarët e karit? Po pse për këta e ju gazetarëre? Pse nuk dini ju të flisni për ato interesa që ka populli interese? Për këta nuk ka interes populli. Për këta nuk i intereson as kujt se çfarë ndodh. Populli që kanë interes, populli shqiptar, se çfarë bën një i burgosur shqiptar në burgun e Anglisë, përdor apo s'përdor TikTok? Absolutisht fare zero. Zero re çfarë interes ka populli shqiptar? Ku është interesi i popullit shqiptar? Ç'a i bën? Ç'a të vërtetë nxorët ju që populli shqiptar të ketë interes? Ç'a të vërtetë nxorët? Ç'a të vërtetë nxorët se nuk e kuptoj. Ç'a të vërtetë nxorët ju që e mori vesh Shqipëria edhe juve u dha Merita si gazetar. Bravo. Ç'a nxorët? Ç'a të vërtetë nxorët ju? Edhe ky gazetari duket shumë pamje të parë, ti djali mirë. Ç'a nxorët o gazetari? Ç'a e kishte ky? Ky i pari, ky Tiranës ose ai kolegu, ai nuk di fare ata e ka djegur Anglia, ata i ka ikur, ka kryer punën. Ai kolegu Anglis, ai ka kryer punë. Po ti kolegu që rrin Tiranore. Ti kolegu që rrin Tiranë. Se i shikoni ju këto TikTok-ut. O qifsha harop mund pith. Po në TikTok-u po bën dallavere nga më të ndryshme të o qifsha motrën. Pse nuk nxirrni ata ju? Ç'pun keni ju që nxirrni babale në shok? Po ç'pun keni njërë? Nuk e di. Unë nuk e njoh shumë ligjin e gazetarisë, po sinqerisht ti gazetari i RTS-s, për mendimin tim personal ke bërë gabim. Ti gazetari i RTS-s, që ke bërë lajm për këtë gjë, ti ke bërë gabim për të mbushur programin tënd. Mund të gjeje ti, di çfarë të bëje ti? I ke gjenjë nga këta drejtorat që vjedhin tendera. I ke gjenjë ndonjë nga këta që bëjnë korrupsion. I ke gjenjë ndonjë nga këta që marrin lek për të futur njerëz në punë. I ke kapje një doktor ti që nuk të fut në operacion pa të marrë lekët. I ke kapje një drejtor policie ti. I ke kapje një nga këtare. I ke kapje në një nga këta deputetët që bëjnë lloj dallaveri. Po i ko kap ata. Po i ko të zyrar si more, thot kyore. Shikoj që shiten vendet e punës. Po i ka tjetëre. Kap në policë rrugore që ndalon, thot 50.000 lekë që t'ikësh. Pse nuk kapi këta ju shok? Pse merreni me këta ju që kështu funksionon Shqipëria? Pse ore? Po i ko merruni me kontrabandën që hynë mallra. I kishte marrë orat na 15.000 lekë, zotria i shiste na 15.000 euro. Po orat e merruni ju, po mos u merrni vetëm me atë. Shtyuni më tutje, kush i la që të hynë kontrabandë në Shqipëri? Ikni o të doganat. Merruni me ata që humbën jetën, ore. Merruni me policin, ore, që u vra. Merruni me njerëzit, ore, që i vrasin lartë e poshtë në për Shqipëri, ore. Pse merreni ju me një burgosur me burg të përjetshëm në Angli, se u fut live në TikTok. Ka bërë, nuk e di, po, për mendimin tim, ja ka kaluar Trumpit që goditi Venezuelën. Gjesti që ka bërë ai, e te i kalon edhe goditje në Madurës nga Trumpi.
është gjë të merrësisht e jashtëzakonshme. Është një diçka shumë e madhe me fjalë ajo që ai ka bërë. Ai ka hyrë live në TikTok. Ai ka hyrë live në TikTok, ka thyer çdo barrier. Ka hyrë live në TikTok. Ore, që ja rob. Nuk e di. Po, kur vjen puna te TikToku, televizionet mundohen ta nxjerrin si mos më keq. Kur vjen puna për te klikimet, bazohen te TikToku për të marrë klikime. Kur vjen puna te TikToku, thonë, ore, se TikTok është. Mundohen që ta nxjerrin sa më tutje, sepse TikToku dhe media janë për mendimin tim ballë për ballë me njëra tjetrin, janë kundërshtar. Në momentin që duan pastaj ta përdorin, thonë, përdorin TikToku se TikToku këtu, TikToku atje. Po ç'ke ore gazetari i radio televizionit publik shqiptar që paguhesh me taksat tona, që nuk të rri bythare atë dhe merresh me gjëra që nuk ka interes publiku. Ta them unë me pastërtirë. Hapi komentet edhe shikoj te video emisionit tënd. Se çfarë të thoni njerëzit, aty kuptoje që ka interes publiku shqiptar që të shikoj ty me këtë emision. Shikoj ti, e ke shumë të thjeshtë. E ke shumë të thjeshti. Shikoj një qik te komentet e videove që ke hedhur në rrjetet sociale. Shikoj një qik, ore. O gazetari i radio televizionit shqiptar që paguesh me taksa tona. Paguaj taksa unë që me rogën ti. E kupton apo jore? Paguaj unë taksa që ti me rogën. Kjo është puna jote, që ti të merresh me njerëzit e TikTokut. Ky është emisioni që bën ti në kohë reale. Këto nxjerr në kohë reale ti për të arritur tek publiku, për të arritur te shqiptarët. Këtë bën ti në emisionin tënd, kështu arrindi. Kështu e ke ti atë misionin e gazetarisë. Se misioni i gazetarisë është i shenjtë, siç e ka doktori. Si që ka doktori, misionin e shenjtë për të shpëtuar jetë, ka edhe gazetari që të zbardhi dritë mbi të vërtetën, dhe të thoj të vërteta. Tani ti çpiçkën e zemrës do që merresh me gjëra që nuk i hyjnë në punë shqiptarëve, o shok. Po nuk i hyjnë në punë, o fare. Ç'të duhet që merresh me gjëra që nuk kanë interes? E bën për klikime, ore. Për qa e bën, o shok, se s'kemi interes, o vlla. Nuk na vjedh ai taksat, ore. Po na i vidhni ju, që thoni, ua, paguhen nga TikToku kaq lek, do e lë punën e gazetaris, edhe do bëjmë TikTokis, po bëhet çiftëdarit tem kush ndaloj. Po bëhet çiftëdarit tem kush ndaloj, ore. Do të bësh TikTokis, po bëhet. Kush të ndaloj? Ku qëndron problemi? Po ju jeni barbonare, ju mos e dini ju se jeni më të mirë se këta që bëjnë TikTokera. Qa gazetari shini ju, qa vipa shini ju, ore. Se ju e shikoni veten gazetar, ne jemi gazetar. Qa gazetari je ti, përderisa merresh me diçka të tillë. Qa gazetari je ti që i quan në veten në vip, edhe ua do iki do punoj te TikToku. Qa gazetari? Qa gazetari quan veten ti vip? Këtë i thua vip tjere. Po ju të televizionit jeni njerëzit më të degeneruar që ne kemi parë. Më të degeneruarit jeni ju. Për që njëre para jeni servila. E dyta, gazetarin nuk e përdor një ashtu si duhet. E treta, uleni në gjunjë drejtorave për vendin e punës, që ta kuptoni ore se qa jeni jore. Ju uleni në gjunjë. U paguajnë që të thoni ato çfarë u thot paguesi. Nuk thoni të vërtetat jore. Ju e dridhni historinë e ngjarjes ashtu si duhet thënë, për interes të X-it apo Y-it. Kështu jeni jore. Ky lloj shpulla në Londër,
Edhe i duket sikur ka kapur qielli me dorë. Londra është si Bangladeshi. Në Londër ka më shumë Bangladeshas se sa në Bangladesh. TikTokistina burgu fitoi 20.000 pound. Ha, nuk do t'i marri. U të qif deri të temu në goptore. Po e diti që ai TikTokisti ka familje jashtë të qif sharopt? E diti që ka fëmijë për të mbajtur ai? Po edhe 100 vetat këtë vrarë, e 1.000 vetat këtë vrarë, e 1 milion vetat këtë vrarë, e 10 milion vetat këtë vrarë, ka të drejtat e njeriut. O gazetar, ka fëmijë jashtë ajore, o të qifshat të temë, o gazetari, ka fëmijë jashtëre për të rritur, dhe mundohet dhe sakrifikon që ta mbajnë burgu, duke hyrë në TikTokore, duke vazhduar dhe thyer ligjin që kur të vi momenti prap vete paguanaj, nuk do vesh ti ore do bësh dënimin e atij që u kap telefonin. Ati do t'i shtohet dënimi. Ti qa piçkën e semës ke? Pse nuk merreni ore gazetari me gjëra më serioze? Pse nuk merresh ti gazetari që në qendër të Londrës ka një lagje të tërë që e kanë ata deputetot e ministrot shqiptar të blera dyqanet. Pse nuk merresh me këtë punë ti? Me këtë punë. Iktja, zbuloj. E dile fol, edhe thuaj lekët e shqiptarve janë bërë dyqane dhe hotele dhe restorante në Londër, në lagje numër 1. Pse nuk del ta thoshti? Ore kokë shpull. Është kokë shpull, ore kokë shpull, gazetar kokë shpull. Gazetar kokë shpull. Gazetar kokë shpull. E kupton apo jo? O e logjikoni ju që anëzirni ju apo jo? O jini mirë jo? Ore, jini mirë apo jo? O gazetar kokë shpulla, mund të dalësh të marrësh shembull një rast si ai që vajti bëri masakër, vrau 20 veta, të mëdhenj, të vegjël, fëmijë, gjyshër duke ngrënë, duke pirë në shtëpitë e tyre. Kujt di hallet e tjetrit ti o të qifshat të temu në gopë se si ka hallet? Kujt di hallet ti o të qifshat të temu? O gazetari Karit. Po e di ti o gazetari Karit që ai nuk ka shtet dhe nuk ka bërë asgjë o të qifshat të temu në gopë. Këtë a e diti. A e diti që ai është dënuar se ka pasur dieni për ngjarjen që ka ndodhur, po nuk ka bërë gjë vetë o të qifshat të temu në gopë. Këtë e diti apo jo? Se keme vendim o të qifshat të temë, kur është dënuar. Që nuk ka shten dhe nuk ka goditur. Thjesht ka qenë prezent dhe ka pasur dieni. O të qifshat të temë, o gazetar. Po ik merë vendimin njëre shikoje. Nuk mund të thosh do ti ka bërë tjetri këtë dhe merë emrin ti dhe s'di ti lezosh as emrin. Ti dhe emrin nuk ja dije personit që ke përmendur atyre. Që është asollën, kështu të shablon, e dole ti fole, e ke vendimin e gjyqiti? A ke vendimin e gjyqiti, ore? O të qifshat të temë në gopse, dhe unë që e mbroj, nuk e mbroj kotore. A e di ti vendimin e gjyqit, ore? Se unë për vete që i dal kra, nuk i dal kot. Në vendimin e gjyqit të ti i thuet qartë, e zezë mbi të barë. Po ka pasur dieni, dhe nuk ka qenë bërë pjesë për të zbardhur ngjarje, ja, dhe kanë dënuar. Tani se më ske, se unë e kam shok për vete time, e respektoj e vlerësoj. Ti qa piçkën e semës do? Ti me këta adresën Stella ik, se do të qitë të temë edhe ty, do merrem edhe me ty, po ik se jam të resien. Gazetari bën detyrën, po të qifshat të temë ty edhe gazetarit. Dakord? Ta qifshat të temë ty edhe gazetarit. Në rregull? A u kënaqe? U kënaqe re? Ti mbas asaj adresës Stella. A u kënaqe? Shiko si qesh. Kush e futi kontrabandët qifsha ro mu pjeth?
Sa ta veti fusin e i shesin brenda burg. Ku gjeti ai, nuk shpiku, o të qifsha ropt. As nuk e mori me mision 007 James Bond brenda në burg, i shesin atë qifsha ropt me 2000 pound. O gazetar Kogloqa, i shesin 2000 pound, ben telefonin burg në Angli e ble. Shumë e thjeshtë. Pse tregon ti sikur ka bërë ky në një, ku di unë, në një shpikje bombë atomike, ka bërë 3 tjetër. Mirë, po pati 45.000 shok, ai ka 45.000, ti nuk e ke as 45, as 4 ose 5. Këtu e ke problemin. Ja se 10 minuta do të mbyll. Këtu e ke problemin tje, gazetari, sa ai ka 45.000. Kjo të ka bërë për shtypje ty, ka 45.000, ai ti nuk ke. Qa avokate është ai e barbone që putit avokatore? Qa avokate është shok? Nuk beri thirrje ajo të qifshat të tem se kush do pagoj. Ne që paguam, paguajtëm vetë. Paguajtëm vetë, për shefin ton personal, si që paguan ti një shishe e verë. Në regullore, o kokë shpull. Si që paguan ti një shishe e verë, kur pi në i verë me në i shokun tem ti, spionona i shqiptarët e të shkreto. Vete i thoi atje dhe shteti ti do dalësh në krau tjetër, i thoi shtetit më tha mua që e ka bere fut brenda. Edhe t'jep shteti ty bonus, ty kokë shpull, t'jep bonus shteti, t'je merë bonusin nga shteti, dhe si kokë shpull që je, vete me na i kokë shpull tjetër edhe pina i nga të verë. Edhe do të dukesh ti si kur ben jetë luksi, jetë mirë, jetë spioni. E vete ti pi verë 200 pound, 300 pound, 500 pound shishja. Dakor, ti prish lekët kështu. Ne i prishim me qa duham ne, pëse ty do t'jabim në varin dhe si i prishim lekët. O kokë shpull, qatë të temë. Gënjeni të dy, u qifsha të tema të dyve. Se 5 milion pik ishin erë 3 dhe me dorez. Ja që s'keni informacion prap. Të dy gënjeni, si janë 20.000 pound ose 21.000 pound? Si janë o gazetari? Edhe ky, që është ky, analista avokati. Ishin erë 3 ato dhe me dorezëre. Dhe kanë qenë 9.000 pound. Tani, në qofse në llogarinë e ati nuk janë 21.000 pound, i bie që ja keni vjedhur ju. Kështu që ju të dy, i detyrore një këti zotëris 12.000 pound. E kuptoni apo jore? Juve i detyrojeni 12.000 pound tani, se zotëria dhe llogaria e ti ka 9.000. Në ana psikologjike, mbas ju pa ju, ka menduar që ishin 21.000 pound. Kur i ka parë, i ka parë ai, kishte 9.000 pound, tani ai ka kaluar në depresion, se thot shmu ben lekët. Se gazetarët thanë kaq. Që u qifsha motër? Po ministrisë britanike kush i tha të qifshat të temë? Aty u ngeli puna jo, për të folur me ministrinë britanike. Kush i tha ministrisë britanike? O kokë shpull. Kush i tha? Ore ju binim qaf njerëzve pa kuptuar. Edhe pastaj ai që vret ka faj. Faj i ngelet, ore, keni dëgjuar apo jo, ore? Ati që vret faj i ngelet, faj nuk ka, ore. O kokë shpull. Faj i ngelet, ore. O kokë shpulla. I ngelet vetëm faj. Ati që vret i ngelet vetëm faj. Dhe në fund të fundit, bënë vetë dënimin në gjithset cili, ore. Të bja unë në burg nesër pas nesër, se bën një vepër, edhe del t'i kokë shpull më komenton mua. Po të qi ropë, po të qi ropë, të shkon këti të mëresh me jetën time. Kush jetë tjere? Po kush jetë tjere të qifësha ropë? Atë preva ty, atë vodha ty, atë sakatova ty? Që pilin e motrës do tjere shak? Unë e pagoj para ligjitëre. Po ti kokë shpull, kush jere? Jo orë të qif derit të tem, jo. E ke prap gabim. D'akordo. Po ty t'u bëj shefi, edhe si kur t'jem blokuar. U kënaqe ti. U kënaqe ti, se do
Do i mbaj TikToku tani këto lekët edhe TikToku do t'i investojnë në vepra publike. U kënaqe? Ha u kënaqe të qifsha të temë. Po mirë gazetari i Karit, se edhe unë që them nuk them kota. A ke parti kur ka bërë mira i djali Gjenga Burgu? Pse se nëzorë televizor ju? Pse nuk e nëzorë të televizor ju? Kura i djali ka bërë thirrje dhe ka hedhur lek në xhepi? Një sekund. Po këto nuk i nxjerrin atare. Ata nuk i nxjerrin që ky zotëria ndihmon njerëz, këta nuk e nxjerrin. Që ky zotëria thot mos bëni veprime që të sjellin këtu ku jam unë. Këta nuk e nxjerrin. Që ky zotëria ka dhënë gjithandej lek në GoFund 500 pound e 1000 pound gjithandej ore. Këtë nuk e nxjerrin këta gazetarët. Që ky zotëria ka bërë vetëm mirë, këtë nuk e nxjerrin gazetarët. Pse re gazetar kokë shpulla, o grande? Pse re gazetar kokë shpulla nuk e nxjerr? Se ju e dini historikun e këtij që ka bërë mirë kë. Pse nuk e nxjerrni? Pse nuk e nxjerrni? Apo se nuk e bëni dot vetëm mirën ju? Edhe për një të keqe që bën dikush direkt në televizor. Aty jeni të parët ju. Ore kokë shpull. Feliz? Jo, ajo është pamja e dhomës ku ai të qi motrën ty. Te shuma e ka ky mendjen akoma, ka ngelur ky te shuma. Fitoi shumën, mori shumën, kapi shumën, arriti shumën, shuma, o kokë shpull. Po ishin lekët e mia, ishin lekët e Aleksit, ishin lekët e Pablos, ishin lekët e ca çunave të tjerë këtu. Qa piçkëne se mos do t'jetë qifra, se qa bëjnë me lekët tona. Mos do t'i japim ty. Mos do të bësh edhe ti TikTokist të hapësh live-in edhe të vim edhe ne të bësh një lloj me organizim ti. Mos do të bëjmë një lloj bashkë me organizim. Po humbe, do të qim motrën. Do ta bëjmë një lloj me dënim. Po humbe, çu ta bëjmë? Po fitove, ti ikësh në piçkët të zonjës. Po humbe të qim motrën. Ta bëjmë me dënim. Se kështu lozim në TikTok. Nuk po lozim me lekët e shqiptarëve njëre. Lozim me djersën tonë. Lozim me djersën tonë, o kokë shpulla. I ko meroni me ata që lozim me djersën e shqiptarëve. Ti kokë synet, pas ke pasur informacion që ata do investojnë 20 milion pound, dhe si kokë synet që jeti dhe kokë shpull, ti ke spionuar dhe është e sigurt që aty ka pasur ndonjë profit ose ndonjë fitim që jep shteti për kokë shpullat si puna jote. Dakor tore kokë shpulla. Dakor tore, o kokë shpull. Ti kokë shpull ke spionuar sepse për spionimet që bëhen në Angli, shteti të paguan një kokë shpull si puna jote, e paguan 1000 pound ose 2000 pound, ose 500 pound, edhe një shishe verë. Kështu që ti kokë shpulla je paguar për këto që ke thenore. Je paguar, ke marrë lekët. Problemi që ndron këtu, që ti ke gënjyer. S'kam gjë pse ke folur ti ore. Po ti ke gënjyer, e para njerë ke thënë që e ka futur kontraband. Nuk e ka futur kontraband, ka bërë blerje kontraband brenda burgut. Në burg e fusin ata, që janë ata security. Një, ke thënë ka marrë 21.000 pound, nuk ka marrë 21.000 pound, ka marrë 9.000 pound. Adresa, ose si ka marrë ai, ose si ka marrë lekët ai. Adresa, janë hedhur adresës. Pa i mbase mund mos ta përdori adresën, e përdor për adrenalin, nuk i përdor lekët. Ku e di ti kokë shpulla qa bën ai me lekët, apo për qa e përdor ai TikTokun?
Ai mund të lozi për adrenalin. Punë e ti, o jetë e ti, që punë ke ti? E ku këshpull? Apo të gjove t'i ua 20.000 pound 5 minuta, sa kotë unë që punoj spion në Angli, e kam 1.500 pound çdo spionim, ta kisha do të 20.000, bërë gjelos dyre, ku këshpit si kur shteti anglez tani, unë ngrit për një fond 20 milion pound, që e u gerti mos pajise do të me telefon në burg. E kuptoni sa largë shkojnë? Me fjalë, fillojnë të një flasin me gjera këshu, me halucinacione. Në verë t'ishe gjallë. Edhe aty do të qinë motrën ty të 200, që ti të më jesh i lumtur. Ty e ka hallin, se do pagoj Anglia nga 4 milion pound për personë. Ky e ka hallin se Anglia do pagoj nga 4 milion pound për person, edhe do paguhen për 200 persona 800 milion pound si pas këti kokroçkës, edhe në momentin që ky do spionoj pastaj, do t'i bjerë vlera nga 1200 pound e një shishe e verë, do t'i bjerë vlera, do jetë 120 pound edhe një shishe e ujë. Edhe këtu e ka hallin ky, nuk e ka hallin ky se çfarë do ndodhi me të burgosur tërë. Këtu se ka hallin fare ky, nuk e zero. Sa lek do ta paguaj shteti pastaj për spionimet që do bëj? Ky ka hallë se ngelet pa lek vetëre. Ky ka hallë se do t'japin një shishe ujë, mos t'japin një shishe boshore, çun, ose mos t'japin kështu prej qelçi. Aty ka kuptuar që shoqëria jon, njerëzimi, nga një pikë kritike, sa ju gjet telefoni pa bales në burg, njerëzimi mori një rrjedhë tjetër. Ullën krimet, ullën vrasjet, ullën grabitjet, droga iku nga rrugët, nuk ka me korrupsion, doktorët janë ashtu si duhet, politikanët ashtu si duhet, çdo gjë po shkon më së miri. Pikërisht telefoni që kishte babalja në burg, si pas gazetarit, pas kështë qenë hataja me madhe që i ka ndodhur rruzullit toksor dhe njerëzimit që nga dita e krijimit. O kokë shpull, po e ke treguar sikur qa ka ndodhur. E ke treguar sikur qa ka ndodhur, o kokë shpull, o gazetar kokloqe. Se mos mendon se po të ofendoj, po të them atë çka unë mendoj duke të parë ty, se unë jam qorë. Kur të shoh kokën ty, më duket koka si kur e ke kokën si loqe. Është me sinqeritet, nuk është për të ofenduar. Se ashtu më dukesh, ore. Dakord, se mos dëgjon, ose ta nisi si video dhe thoj pse më ke sharë. Nuk të kam sharë, ore. Kur të shoh ty, më dukesh si kokë loqe, për në ato kokë loqe dhe shpifura. Dakord, ore. Dhe besoj se janë në njëjtin mendim dhe të burgosurve të tjerë. Tani gazetari tjetër ka dhurunë unëre. O gazetari ka me dhurunë. Unë e çunat e gocat e tjerë që e ndiqnim atë aty. Na dukesh djali i mirë dhe besojmë se është djalë shumë i mirë, pavarësisht se ka gabuar në jetën e tij, është djalë shumë i mirë. Ne këtë mendim kemi dhe tham që ta bënim të ndjehesh mirë dhe të fitonte lojën që loste me një grek. Pse nuk dini ju dhe thoni që ishte një grek aty dhe ai greku kështu dhe ai greku ashtu? Dhe shqiptarët nuk përkranë ai sa duhet shqiptarin e tyre. Ja o dhëm neo. Ta një del tje fletë për lekët e mija, qifsha të te mu në gopt. Si i bje tashi? Se ai ishte jashtë dhe me ndjenim time ka qenë o me motrën tënde o me najtë qupën tënde. Kështu e dia unë i kishte dashnore. Kështu e dia re vlla. Edhe mendova se do shkonte edhe me pushime më mbrapa. Pse u hetu sa jemi ne dhe të dim në ku ndodhe tjetrja? Nësë jemi hetu sa, ne nuk jemi kështu detektiva, prokurora, çanktare. Unë e dia se ai ishte me motrën tënde, me çupën tënde, se ti çupën e ke të madhe. Na mosha që ke, si kokë shpull që je. Unë kështu e dia, për veten time dhe thash, ti e taj lek që t'hiki të ndryshoj krevatin se mos ja ka dëmtuar sustat e ki pari dhe vejt e ki dyti. Tani qysh, do thosh ti pse i hodhëm në lek, do hetosh ti pse i hodhëm lek nea.
Jemiro, o Torolan. A Jemiro. Pas pak do të kemi rastin e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Ja, gazetarët që merren me këto rast. Hajde o gazetar, kokë shpulla, hajde. Qa di bësh? Tani gjoni sekund, se tani ju do thoni ç'ket ti që del edhe i del krah. Po t'ishte vetë zotria, i dilte krah vetes vetë dhe mbronte veten e vetë. Kjo është e pa diskutueshme. Problemi qëndron që në përburgjet e të gjithë botës ka telefona. Kemi qenë gjithë në përburgje, edhe kemi parë që të gjithë kanë telefona. Madje kemi parë që çdo dhomë numër 1 e burgut është farmaci, është pika ku shitet droga, është pika ku shitet telefoni, është pika ku shiten cigare, me fjalë çdo wing e ka një dhomë 1 që merret me këtë lloj sporti. Burgjet në Angli, në djenin time, janë me security, nuk janë me shtet polici që kemi ne në Shqipëri. Dhe normalisht e kanë rrogën më të ullët se sa mund të ketë një punonjës në një vend tjetër të Europës, a ku di unë. Dhe normalisht, me sa kuptojmë, ne nuk i fusin në byth telefonat brenda, po i marrin kështu në dorë, pap e i qojnë brenda në burg. Unë kam parë telefona kur kam qenë në Angli, kishin të burgosët gjitha nde, flisnin kështu me video. E mua me është dukur sigurisht e lejushme me thënë drejtën në fillim. Pyeta një gardian, tha bën 2000 pound. I thashun kur ka promocion, mund ta marr thash, po kam në një reklam. Kështu thash 2000 se marr dot. Po pati thash në një ulje, kur të ketë oferta tha do të themi. Pastaj mua më lëvizën nuk mora. Po unë mendova se ishin kështu të lejushme. Ai shumë kishte, seriozisht, unë shumë mendova se ishin lejushme, thash unë. Kanë gjithë valla, ti kishin gjithë. Drogë të gjithë. Mendova se ishin lejushme këto të gjitha. Pse të pa lejushme janë burg këto? Nuk e jam ditur. Mi që doli ky kosh shpulla dhe na i tha. Mi që doli ky kosh shpulla se unë nuk e dija. Unë i kam ditur, unë i kam ditur se ishin lejushme në burg. Kështu i kam ditur e valla. Duhan pinin gjithë me paketa, me të dredhur. Ata thoshin lejohet vetëm vape, po. Diun, as dia unë të lexoja mirë anglisht ato rregullore ta. Se unë i shikoja të gjithë pinin cigare si zotri. Nuk e di. Nuk e di, po sinqerisht, po më habit ky gazetari me këto që ka thënë sot. Sinqerisht sot po më habit. Gjithsesi çuna dhe goca, babale e bën falat gjithëve, unë sot nuk kam folur me babalen, kam folur dje, në dark, edhe është mirë, e vlerëson shumë pjesën të atyre personave që janë interesuar dhe na kanë shkruar në privat. Ka shumë mesazhe, na çuna na goca, sepse ai ka pasur dhe adresën time dhe normalisht ka bërë follow back shumë çuna dhe goca që i njeh vetë personalisht. Jam munduar t'ja çoj të falat nga të gjithë, ka qenë komunikim me familjen, dhe madje i kam thënë komuniko me familjen, sepse normalisht ata janë shkalla e parë e komunikimit që ti duhet kesh, edhe për të qenë është mirë, kështu që mos kini merak për asgjë. Për sa i përket pjesës telefona gjëra kështu, nuk ka telefon dhe nuk besoj se do hyj dot në live. Kaq mund të them. Se del gazetar kokë shpulla, pastaj e thosh çiko ç'a tha ky shoku babaljes. Edhe bën emision ai pastaj. Të bën emision ai pastaj. Po tani o Izet, un kam parë tani në burg. Tani kush ka qenë në burg këtu, çuna keni parë ju drogë dhe telefona në burg? Se po thot Izeti që keni parë ju apo s'keni parë? Pa komentoni qik. Ju që keni bërë burg. Ja, shikoni. Po, thonë gjithëre. Të gjithën, po. Ore më kollaj gjeni një telefon në burg, se sa të dalun të anjere, për qëtë një telefon në këtore.
Në burgë japen ati. Telefon. 2000 panda, thot ai. Urdhë. Kurse të dalë shtu për jashtë, i kanë dhënë se më duhet për vete, çfarë telefoni do ti? Te dyqani thot kur ta hapet nesër. Kështu që po normale që ka, që shkë nuk ka. Nëse të mbasim shikmendje me Klevisi se për kohë këtive në ata stresuar ta. Hajde çik tuti. Gjoj sekundi. Mos bëj gabim. Po presion djali. Ok. Po djali presion. Ue, djali presion. Pritash. Ta fusim pra. Çube. Bosh do t'i rris live-in kod 150 veta ka shejtani. Vari ljesht, hajde po ja rrisim live-in se gjëna.